tentuan të përplasin pikërisht me automjet efektivët e drejtorisë së forcës së posaçme, arrestohen 2 shtetas. Është ky njoftimi i fundit lidhur me plagosjen e një personi në Mamuras, ndërkohë ka mbërritur edhe njoftimi i policisë ku thuhet se në vijim të operacioneve të drejtorisë së forcës së posaçme operacionale të realizuara pas shkëmbimit të informacioneve dhe koordinimit të veprimeve me partnerët ndërkombëtar me qëllim kapjen e shtetasve në kërkim, është administruar informacioni pikërisht për vendodhjen e shtetasit të shpallur në kërkim Leonard Dema, 23 vjeç, i lindur në Mamura, si dënuar me 7 vjet burgim nga gjykata e Trentos për tentativë vrasje, ndërsa pra tentuan të përplasnin me automjet pikërisht efektivet e drejtorisë së forcës së posaçme operacionale, duke u rrezikuar jetën, është neutralizuar dhe arrestohen pikërisht 2 shtetas, ku njëri prej tyre ishte i shpallur në kërkim dhe i dënuar në Itali për tentativë vrasje.